Jo vetëm nën toka e Durrësit, por dhe sipërfaqja ujore e Bregdetit të tij, fshet thesaret të antikitetit, për shkak se qyteti buzë Adriatikut ka pasur që në periudhën e perandorisë romake, mjaft të zhvilluar detarin dhe nga ana tjetër është përmbytur disa herë prej tërmeteve shkatrimtare, në sipërfaqen ujore gjenden ende rënoja antike. Floreta Kërtusha, specialiste e turizmit në Bashki, tregon se në qytet ndodhet parku arkeologjik në Ujor në zonën e Curilave, i njohur si zona e Batllave, si dhe në kepin e Rodonit pranë kalasës Skënderbeut, në të cilat kryen ekspedita kërkimore dhe shkencore nga autoritetet e specializuara, por nuk lejohen zhytjet për qëllime turistike. Në qytetin e Durrësit kemi madje dhe zonën e mbrojtur me liq, që është parku arkeologjik në Ujor, në zonën Corilla Batlla, aty ku është një zonë dedikuar për ekspedita dhe kërkime shkencore, por nga organet kompetente dhe nga ekspeditat të specializuara. Një zonë tjetër me potencial arkeologjik në Ujor, po jo e mbrojtur me ligj në këtë rast, është edhe zona te kepi i Rodonit. Duke qenë se është një zonë e mbrojtur me ligj, për sitet arkeologjike në Ujor po flasim, është ndaluar. Pra, të gjitha ato guja turistike të cilat kërkojnë dhe të ofrojnë ato paketa, po themi, për të vizituar sitet arkeologjike në ujë, kanë të ndaluar. Jashtë zonave të mbrojtura, aktiviteti i zhytjes lejohet dhe po tërheq gjithnjë më shumë turist. Krahas kësaj, Durrësi ofron dhe guida lundrimi, një produkt turistik që po zhvillohet vit pas viti dhe që u jep vizitorëve mundësinë të eksplorojnë Bregdetin dhe historinë e tij nga deti. Të fundmi në qytetin ton po ofrohet dhe produkti i turizmit të lundrimit për të gjithë ata të cilët janë të apasionuar të bëjnë shëtitje përgjatë brigjeve të Adriatikut, pra se po flasim për pjesën e qytetit të Durrësit në këtë rast, janë shumë operatorë turistik që ofrojnë këto guida. Thesaret e fshehura përgjatë Bregdetit durrësak, sipas specialistëve, përbëjnë një potencial të rëndësishëm për zgjerimin e ofertës turistike dhe tërheqjen e vizitorëve të interesuar për arkeologjinë, duke synuar zhvillimin e turizmit gjithvjetor.